Këshilli studentor i Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës u ka drejtuar një kërkesë zyrtare kryeministrit dhe disa ministrive, duke kërkuar zgjidhje urgjente për një sër problemesh që sipas tyre po e dëmtojnë seriozisht procesin mësimor dhe të ardhmen profesionale të mjekëve të rinj. Në letrën drejtuar zyrës së kryeministrit, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Arsimit, Shëndetësisë dhe për Kulturë, Rini dhe Sport, studentët thonë se kërkesat e tyre janë adresuar prej vitesh, por janë shpërfillur sistematikisht nga institucionet përgjegjëse. Sipas Këshillit studentor, situata aktuale në Fakultetin e Mjekësisë është alarmante, duke filluar nga infrastruktura e degraduar, mungesa e literaturës bashkohore, deri te trajtimi pa drejt financiar i studentëve pas diplomimit. Këshilli studentor ka paralajmëruar se nëse kërkesat nuk miratohen dhe nuk fillon zbatimi i tyre brenda një afati të arsyeshëm, do të ndërmarrin veprime të mëtejme, përfshirë bojkotimin e procesit mësimor nga fillimi i semestrit veror, më 15 shkurt. Një nga kërkesat kryesore është renovimi i bibliotekës së Fakultetit të Mjekësisë, e cila sipas studentëve nuk i plotëson as standardet minimale universitare. Po ashtu studentët kërkojnë renovimin e të gjitha hapësirave mësimore, përfshirë amfiteatrët dhe sallat e ligjëratave, pagesën e stazhit 6 mujor pas diplomimit si dhe uljen e kriterit për bursën elitare nga mesatarja 9.0 në 8.5, duke konsideruar kriterin aktual të padrejtë dhe jo realist. Në listën e kërkesave përfshihet edhe ndryshimi i udhëzimit administrativ për shëndetësi, që kërkon një vit përvojë pune për pranim në specializim. Besfort Racaj, kryetari i Këshillit studentor të Fakultetit të Mjekësisë në UP, marrjen e kësaj iniciative ka quajtur të rëndësishme, pasi sipas tij, këto të drejta i takojnë studentëve të mjekësisë dhe doktorëve të rinj. Ai thekson se ky nuk është veprim i nxituar, por një hap i menduar mirë për dinjitetin, të drejtat dhe të ardhmen tonë.